Dëshira ime do ishte të ishte prag natyral, që do të thotë shkon 0,7-0,8%. Megjithatë, nëse nuk dakorsohet, e kam fjalën për opozitën, sepse ai që jep fund fare aprovimin do jetë magjoranta, atëherë edhe një prag 2% për partitë që duan të garojnë vetë është një prag i konsiderueshëm, mendoj unë, po edhe që mund të arrihet. Jo vetëm për partitë ekzistuese, po nëse ka iniciativa të reja, 2% do të thotë që në një numër votash 1,5 milion për shembull, afërsisht, i bjen domethënë rreth 30.000 vota. 30.000 vota janë të mundshme. Nëse nuk arrin kaq, mbase nuk e meriton një lëvizje apo një parti politike që mund të shkojnë në parlament. Kështu unë mendoj një prag 4% për çdo që do marrë iniciativën të dalë më vete, besoj se domethënë e kujdon, nuk është shumë i vështirë për të arritur. Faktet e kanë treguar, sepse 4% në 1,5 milion votues do të thotë 60.000 vota. 60.000 vota janë shumë vështira. Ka parti nga këto tre që i kanë arritur në zgjedhjet e kaluara, po të kesh parasysh që po u hapën listat, kjo garë bëhet akoma më fort, kështu që realizimi i 60.000 votave bëhet pothuajse i pamundur.